Përshëndetje miq të nderuar. Qytetarët e Isniqit, organizuar nga Bashkia Lokale e Isniqit dhe ajo e Viçidolit, si dhe me ndërmjetësimin e veteranit dhe veprimtarit Beko Osmanaj, me një vizitë kanë kujtuar dhe nderuar për mikpritje bashkëkombasit e tyre në Viçidol e rrethin për strehimin dhe kujdesin e treguar gjatë vitit 1999. Për mikpritje gjatë viteve të rënda, isniqasit u kanë ndarë mirënjohje disa nikoqirëve të familjeve mikpritëse. Në përvjetor morën pjesë isniqas nga mërgata shqiptare në Zvicër e Gjermani. Nga takimi simbolik kemi shënuar disa prononcime. Për më shumë ju ftoj të ndiqni reportazhin në vijim. Kjo është njëra prej rrugëve që shpije për në Shqipëri. Tashmë ka shumë rrugë të shtruara pas lirie, të cilat mund të çojnë në fshatra dhe qytetet e malësisë së Gjakovës. Kurse më parë, çlirimtarët dhe grupet e ndryshme që venin në Shqipëri për të sjellur armë, shfrytëzonin rrugë të vështira nëpër qafa malesh e bjeshkësh të Alpeve shqiptare. Në shiritin asfaltuar sot po udhtojmë për Viçidol, me një grup qytetarësh nga Isniqi. Atje, siç mësuam, është organizuar një pritje për disa nga mysafirët e dikurshëm nga Isniqi. Disa prej isniqasve sot munguan. Liria e Kosovës u mori jetën atyre. Siç dihet në fshatin Isniq, në vitin 1993, Rustem Bruçi, pjesëtar i grupit të Saris Çekajt, kishte sjellur armë të cilat janë shfrytzuar gjatë viteve 1998-99. Mirëpo, grupe të vogla të rinjësh isniqas kanë vajtur për të sjellur armë edhe në fillim të prillit të vitit 1998. Kurse një tog i madh i djemve të Isniqit, prej rreth 200 të rinjësh, ka vajtur në Shqipëri me 23 prill të vitit 1998. Në Tropoj, respektivisht në Viçidol e Mejdan, ata djelmosha kanë qëndruar rreth një javë për të pajisur me armë. Aso kohë isniqasit e rinj u strehuan në disa familje në fshatrat Viçidol e Mejdan, ku gjetën mikpritje tradicionale. Në emër të fshatit Isniq, duke i përshëndetur bashkëkombasit shqiptar që patën strehuar familjet isniqase në vitin 1999, Zek Sinanaj është shprehur. 2 dekada me parë Kosova u ngrit në këmbë për të çliruar nga zjedha serbe gati një shekullore. Malësia e Gjakovës gjithherë ishte bashkë në luftrat e përgjakshme që u bën në të gjitha etapat e historisë. Burrat e kësaj ane dhe ata të Kosovës me shpatë dhe pushk në dorë kur nuk u ndan për të mbrojtur gjeografinë e Shqipërisë etnike. 20 vite më parë Kosova prapë u ngrit në këmbë për të çliruar nga robëria një shekullore serbe. Të gjitha fshatrat i mësyn Tropojës për të siguruar barot për armikun. Isniqi, si më i madh i fshat në Dugagjin, duhej të armatosur për të zënë pritat ushtrisë gjakatare serbe. Mbi 200 djem e burra i nisën për Tropoj. Edhe luftëtarët e Isniqit gjetën këtu këtë mikpritje. Erdhën shumë luftëtarë këtu, shumë djem të Isniqit, të cilët u strehuan këtu, erdhën edhe nga mërgata rreth 30 djem nga Gjermania e Zvicra të prirë nga heroi tash i kombit Rustem Bruçi. Pas 7 ditë qëndrimi, kur edhe sigurohen nga ju vëllezër e motra armatimin e lirisë, tani duhej të filloj marshimi drejt Isniqit. Duhej vigjilencë e madhe për të kaluar Alpet shqiptare plot rreziqe e prita.
dhe dolën burrat e kësaj toke ku jemi sot, të cilët morën një barë të rënd që të vinë të sigurt në Isniq dhe të sjellin atë armatim që kishin siguruar jo të vogël. Maratona e këtij rrugtimi të mundimshëm të lirisë mori fund pas 52 orësh rrugtim, kur për herë të parë pam ballin e karvanit të luftarëve që po hynin në Isniq. Ishte gëzim i madh për të gjithë neve. Ky kontributi juaj armatosi rreth 500 luftëtarë të Isniqit. Vëllezër e motra, sot pas 20 vitesh jemi prapë së bashku me ju. Ndonse me vonesë Isniqi do të ndaj mirënjohje për fshatrat Mejdan e Viçidol dhe mbi 20 familje që i mbajtën djemt tanë. Me fjalë rasti janë prezantuar edhe disa pjesëmarrës. Sindikatës jepitëna ju rrit të bon të sajka. Na nuk e kena bon për në ashtu, po ishën gjendje bukur të lodhëne, po në ashtë sa patëm mundun diçka me bon. Mi po kjo është merit e juja, është burri e juja, që kënja arë pretjet e këtu, mëne dit, a jemi asë, jemi a shumë bane, kanë pi kape, kanë najë shumë njerë në për malësi, po nuk, mo pak i kena po, mo pak kanë arë. Po ju nuk harruat në një hizmet, një muhabet shumë të uvët që ju bon, edhe rritë shumë, e parendojmë shumë gjithve, se jo kena pa të bërgjë, jo kena bërgjë, po na keni bërgjë, po nera nuk harrohet, nuk lypet, po nuk harrohet. Gjithmonë kofshim bashkë, dhe gjithmonë kofshim luft, kuna kuneshtarit sërbë, e kush është kuneshtar i shqiptarë, dhe ku të tjonë, atëre kemë pas rrugën më shenjë, ta është tjerë rruga, na kini me vetë, na kini aty, për gjithë shka, edhe ata e din, do të bon në malë për shumë se ju, po e din si malësia Gjakovës ka qenë një malësi e mirë, dhe gjithmonë e ka da në Kosovën luftën e të mirë dhe gjithë shka bashkë me ju. Nuk ju dalim borgjit, pavarësisht se ne jemi vllazën, mirë po ju në një kohë shumë të vështirë për neve keni tregua në atë situatë çfarë ju keni qenë. Tu i ditë edhe rrethanat ekonomike. Ju e keni bërë gjanë më të madhe si keni hap dyrt, edhe keni ndihmuar në çdo aspekt vllazënit tonë që kemi ardhur këtu me. Po ashtu në një vetën si në shtëpitë time, edhe për një arsye që sot po du me thonë, një pjesë e madhe juve e dini. Unë në Viçidol e nisi fshatin tim dytë, si Isniqin e dytë, për arsye se kom pas fatin që të bëj projektin dhe të udhëheqi punimet dhe po ashtu të bëj ndërtimin e fazës parë në kullën e ish presidentit dhe ish kryeministrit Berisha. Që po ashtu ka qenë një vatër ku në trullin e tyne dhe për rreth e dini gjithë shumë ushtarë të ushtrisë trimtare të Kosovës janë strehu dhe kanë gjetë. Viçidolit edhe Mejdanit Isniqi kur nuk do t'ja harran dhe çdo herë do t'i keni dyrë qel, inshallah nuk ju bjen puna për ndaj vështirësi të madhe, po për çfarë do t'i keni vllazërit e juve atje. E për këtyre që ka ndajtë të na, i konë herojt komit ju i Rustem Buçi me shoqërinë e vetë, edhe të shëmas në të bashkumë, s'ka me posa as dogona, s'ko që në ndalë në veti, jena si vllazën bashkumë, kështë në të kom për Selmon Mulën që e kom johë në normat parë të Isniqit, ku kohë për Zvizra, në vllatë vetë. Burrave të Isniqit, ju falenderojmë shumë që na respektuat. Baba jem ka ardhur në vitin 1926, 3 vjeç, të daja i vetë të Imrali Padeshi. Mirë po nuk ka gjetë vesh dajnë aty, po këtu ka gjetë në katunin e Viçidolit, daj, vllazën, mixh, gjithashtu edhe në fshatin Mejdan. Falenderojmë gjithë ata që i mbijetuan luftës, të paharruar qofshin herojt e Kosovës, që bën gjitha atë sakrificë për ta shliruar Kosovën. Të pandar qofshim me shekuj. Dhe jeta na shkoft me harmoni mes njëri tjetrit. Për mikpritje gjatë viteve të rënda,
Isniqasit u kanë darë mirënjohje fshatrave Viçidol e Mejdan, si dhe për 21 persona. Siç janë Azem Shabanaj, Kujtim Memia, Hajredin Memia, Adem Memia, Muharrem Tafaj, dëshmori kombit, Avni Tafaj, Elmi Hykaj, Muhamet Osmanaj, Arjan Osmanaj, Sokol Hykaj, Besnik Panxaj, Isuf Tabaku, Ramiz Bardhi, Zejnel Kurbalaj, Gjavit Qelaj, Isuf Madani, Përparim Bardhi, post mortum, pastaj Sadri Nezaj, Dem Nezaj post mortum, Fadil Memia si dhe Petrit Padeshi. Në përvjetor morën pjesë isniqas nga mërgata shqiptare në Zvicër e Gjermani. Unë si arkatar në atë kohë që isha i shoqas Agim Kukleti dekan e Zvicër, me të marrë lajmin që djemtë e isniqit kanë ardhur në këto troje, janë vendosur për armatos edhe për me pajis për kthy prapë në vendindje me armatim. Ne më masën shumë urgjente, kështu që caktuam edhe një grup punues, përfaqësues që me mjetet financiare të niset për Shqipëri, ku u dole ndihmë në këto dy fshatra. Faktikisht ne i kemi qenë përkrahas çdo iniciative, çdo aksionit, kemi ndajt mas financiarisht, se ato e lypke edhe puna edhe kërkesat ishin të mëdha. Me dash Zoti që djemt tonë u armatosen edhe u kthyn pa soja edhe pa vrasje. Mundi i djemve tonë të isniqit, këtyne dy fshatrave këtu ku jemi sot, praktikisht është më i madh se sa ndihma jonë financiare. Mirë po, në atë kohë ajo na ka përkas edhe që atë përkraje ne kemi bëhe morale edhe financiare. Zotri Ferzicaj, si keni përjetuar ardhjen vendosjen e bashkëtarëve vendasve tuaj nga Isniqi dhe ardhjen e tyre, vendosjen e tyre në Viçidol? Po ne me të marrë lajmin, si thash, vendosjen e këtyne këtu, ne nuk ishim rrjedha se ku janë vendos, çfarë kushtesh janë, mirë po ishim të lajmëruar se janë ardhur nga vullneti i madh pa mjete financiare. Kështu që u dashke sa më shpejt, urgjentisht, që të veprojmë neve që djemt të dalim ndihmë, se ishin 7 ditë që kishin vepruar, kishin qëndruar këtu, edhe qëndrimi i tyre nuk ishte ku me ditë sa nga kushtet ekonomike të këtyre familjeve këtu në Tropoj, faktikisht nuk mundësëshke që me pas qëndrim adekuat. Ishin të lodhën të rackapitun, ashtu ishim të informuar edhe ne për urgjentisht formum grupin punues edhe financiar që të dalim ndihmë edhe faktikisht ajo ndihmë rezultoi me pozitivitet. Ne pritëm shumë beksim, ju falenderojmë shumë për aspektin, për ardhmja juaj sot presis që këtu. Edhe na ndërgjena në kohën e juaj, edhe gjithë Kosovës, gjithë shqiptarëve, gjithmonë për çdo gjë na keni të gatshëm se jena me njofs për ju, se ju e faktut veten dhe në rrit në shumë, që në bërli për ju dhe të shumës më shumë se këtu para. E në vlerësu të mbi diçka që bëm pak për ju. Ju falenderojmë shumë, gjithmonë në gëzime ju arshim e ja u kthefshim në gëzime gjithmonë ashtu që keni ardhur sot për ne për gëzime. Ndi veten tepër të lumtur por dhe të emocionuar njëkohësisht që fshati Isniq me rreth 10.000 banor ndon mirënjohje për 21 familje të fshatit Viçidol dhe Mejdan dhe për 2 fshatrat. 2 mirënjohje për fshatin Viçidol dhe Mejdan. Në prillën e vitit 1998, domethënë me datën 8, 10, 12 prill, kanë kaluar 3 grupe të vogla me ka 8 deri në 10 vjet. Ndërsa grupi i madh i Isniqit me 120 djemt të Isniqit me datën 23 prill vitit 1998 me shumë fshatra të tjera ka kaluar Malsinë e Gjakovës dhe pas një dite të pas fluksin e madh të njerëzve që kishin ardhur për Kosovë, fshati Viçidol dhe fshati Mejdan i hapën dyert dhe për 7 ditë rresht 120 djemt të Isniqit qëndruan. Pa llogaritë dhe grupet e mëhershme që kishin kaluar dhe grupet e mëvanshme, po o fjala për datën 23 deri me datën 29 prill, ku pikërisht nga ky vend jemi nisë në orë të hershme të mëngjesit dhe kemi bërë rreth
bi 52 orë kem deri në fshatin tonë Isniq. Duhet se edhe këta që është grupi i parë i djemve të Isniqit që tu llogarisë fshati për lep Heres edhe Slup kishin rënë pritet e forcat serbe, është i vetmi grupi i Isniqit për 120 djemve që me mundime, me sakrificë madhe, po i arriti që të arrit pa probleme në fshatin tonë. I falenderoj nga zemra Mërgatën që pa ndihmën e tyne, që kanë ardhur rreth datës 24-25 prill 1998, në Veçidol kanë arrit Adem Shala, Mamet Imera dhe Ismet Baraktare, dhe më thonë përfaqësues shoqatës humanitare Agim Kuklesi me Selin Zvicër, nga Isniqi. Falenderoj gjithë fshatin e Isniqit, gjithë djemtë e Isniqit, cilët nuk na harruan, edhe erdhen me u bashku me ne edhe njëherë. Na, si fshat i Veçidolit edhe Mejdan, jem gati të hapim edhe jetën për Kosovën, marë, sidomos për djemtë e Isniqit e për Isniqin. E kam unë në Deçanit kajtë. Unë jem djali i dëshmorit që dha jetën për Kosovën, Muharrem Halil Tafaj. Me gjithë dhimbjen, jam krenar për ata që ka kontriboj baba im gjatë luftës Kosovës. Edhe ju jam mirënjohës ju që nuk e keni harru ato që boni baba im. Jam mirënjohës për krejt ata djemë Veçidolit e burrat Veçidolit që kontribuan në luftën e Kosovës. Lavdi për dëshmorit e rënë në luftën e Kosovës. Luan Mehmetaj me një recital artistik ka kënaqur pjesëmarrësit në evenimentin mikpritës. Dëgjoni që t'ua tregoj punën dhe heshni që të më ndëgjoni më mirë. Në më quani të ndershëm, besoni, dhe quamni mjaft të ndershëm sa të më besoni. Gjykoni me mend, dhe zgjojeni mendjen që të mund gjykoni më mirë. Në pas tu ndonjë mik me zemër të Cezarit, ati i thoni se Bruti e desh Cezarin jo me pak qari. Në më pyesni se përse Bruti u ngrit kundër Cezarit, përgjigja ime është kjo. Jo se deshta Cezarin me pak, por se deshta Romën me tepër. A do të donit më mirë të jeton të Cezari dhe ju të vdisni të gjithë si robër, apo të vdiste Cezari dhe ju të jetoni të lirë? Qaj për Cezarin se me donte. Gëzohem se që e dorë mbarë, e nderoj se që e trim, por e vrava se që e ambicioz. I dhash lot për dashurin e ti, gaz për mbarësin e ti dhe nder për trimërin e ti. Kush është këtu aq i poshtër sa të doj të jetë rob, e në pas ndonjë le të flas, për atë kam bërë faj. Kush është këtu aq i humbur sa të mos doj të jetë roman, e në pas ndonjë le të flas, për atë kam bërë faj. Kush është këtu aq i lig sa të mos doj vendin e ti, e në pas ndonjë le të flas, për atë kam bërë faj. Qëndroj dhe pres përgjigje. Miq të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur nga Tropoja me rrethin. Emisioni i ardhshëm ju sjell tema të reja. Mirupafshim.